Përshëndetje gjithëve. Jemi përsëri në Green Talk këtu në kuadër të edicionit të 16 të Green Festit. E në këtë edicion, si më thonë, temë bosht është diversiteti. Edhe jo vetëm në kuptimin e natyrës, po edhe në kuptime tjera të cilat ata kanë përcjellë për gjatë bisedave tjera në Green Talk. Sot do të flasim me një musafir tjetër, i cili do të flet për një kënd tjetër. Është sociologu, studiuesi, artisti, në fund profesor. Po besoj që e thirrën krejt profesor, zoti Shemsi Krasniqi, mirë se erdhe. Mirë se zej, faleminderit shumë për ftesën. Mirë, profesor, kur të folë shumë për diversitetin e për natyrën, na lidhemi shpesh herë edhe me kulturën tonë, edhe me trashëgiminë tonë. Jo dokët, jo këngëte edhe gjithçka na lidhet këtu me neve, po kur flasim këtë raportin tonë me natyrën, që me u bo fer na e folëm edhe përpara se me u fut këtu raportin tonë me natyrën, shpesh e shohim si edhe marrëdhënie ekonomike jetese. Në mes një fushë të bukur thotë do të më marru një fabrikë, thotë se do të më punësu njerëzit. Edhe më njëherë gjejnë arsyetimin ekonomik edhe të mbijetesës, po a mendon se kështu natyra ka qenë edhe pjesë e identitetit tonë, është lidhur me neve si popull, si shqiptar të kësaj zone? Ose ne me ta më mirë. Po gjithsesi, do të thotë në rand parë diversiteti është gjendja reale e ekzistencës sonë. Thotë ne diversitetin e manifestojmë ose e shprehim në jetën tonë të përditshme, edhe në grupet më të ngushta të cilave ju takojmë si familje, sepse edhe brenda familjes ka një farë diversiteti, edhe në komunitetin ku jetojmë, edhe në popullatës që i takojmë, ose kombit, ose kulturës kombëtare që i takojmë, e gjithsesi edhe natyrës, sepse edhe në natyrë ka biodiversitet ajo që quhet, por do të thotë ajo lloj-llojshmëria në natyrë është gjendje reale e ekzistencës saj. Mirë është diversitetin ta njohim, ndoshta nuk mund ta njohim në tërësi, mirë po s'paku ta pranojmë si formë ekzistencës, sepse duke e njohur si formë të ekzistencës, kjo do të thotë që ne bëhemi edhe ma tolerant ndaj tjetrit, ma mirë kuptues ndaj tjetrit, edhe ma bashkëpunues, edhe ma interaktiv, do të thotë sepse ne jetojmë nuk jetojmë vetëm, por jetojmë me tjetrin, me tjerët. Do të thotë ne vazhdimisht jemi në relacione, në interaksione me tjerët, edhe me natyrën, sepse ajo baza e ekzistencës tonë në fakt është natyra. Këto identitetet cilat i kemi kriju, identitetet sociale, kulturore, tjera, këto e kanë bazën në natyrë, sepse geografia, ose reliefi, ose klima, ose ekosistemi, gjitha këto janë pjesë e ekzistencës tonë, janë pjesë edhe identitetit tonë, sepse normat që i kemi krijuar, mënyrën e jetesës që i kemi krijuar, ato rutinat e jetës përditshme, edhe kanë herë edhe ato ciklet sezonale ose ciklet e jetës, gjitha janë të lidhura me natyrën. Kështu që identiteti jonë është i lidhur ngushtë me diversitetin edhe biodiversitetin edhe me ekosistemin edhe me natyrën në përgjithësi. Kur e përmende gjeografinë, reliefin, më kujtu që njerëzit janë vendos ku me jetu, ku me zhvillu jetën, tu bazu në edhe në këto të mirat e natyrës edhe gjeografisë, çka ka kalu afër. Absolutisht, edhe ju kanë përshtat kushteve natyrore, edhe në bazë të atyre kushteve që i ka ofru ose i ka kriju natyra, kanë ndryshu dhe që janë përshtat edhe sjelljet edhe mënyra e jetesës ose stili jetesës. Njerëz që jetojnë në themi brigjeve ujore, qofshin ato detare, qofshin liçej, qofshin lëmenj, e kanë një kulturë tjetër ose një mënyrë tjetër të jetesës, kanë dije dhe shkasi tjera, njohuri tjera, kanë thjesht tradita tjera, e që manifestohen ashtu edhe në folklor, edhe në gladiun, edhe në shumë çka tjetër, shumë elemente tjera të kulturës, ndërsa njerëz që jetojnë në për vise malore ose bjeshk të nalta ose në zonat nalta malore, sigurisht që kanë një stil tjetër jetesës, kanë shkatësi tjera, dije tjera, rutina tjera,
Sepse natyra do të thotë është ajo e cila ta determinon pak a shumë edhe mënyrën e jetesës. Kështu që të heq. Mirë, e përmende pak që këtu bojnë, si me thonë, pjesë tonë. Tash tek në kultura jonë, si me thonë, hasim edhe besime, në rite, në zakone, si me thonë, shëngjergji, me lule, me këtu. Lidhen, do me thonë, mundesh me po kong të besat të vjetra të cilat lidhen me këtë, me burimet e ujit, me malet, me kafsht, me natyrën. A ka pas, si me thonë, kur jam fut mrena zakoneve, këto gjana, a kam pasë një farë roli që tash është mrena zakonit kjo dhe du të më urujt një farë forme? A ka mujtë, si me thonë, me u përkthy edhe në këtë formë? Po, kështu kjo lidhja jonë me natyrën ka kriju edhe interaksioni jonë i përdetshëm, që manë ekzistenca jonë, jeta jonë, do thotë ndërlidhur, ndërvarur me natyrën, natyrisht që ka kriju edhe vlera kulturore, ka kriju edhe simbole, ka kriju edhe rituale, ka kriju edhe besime, mite, legjenda. Do të është një krijimtari e tërë kulturore, një traditë që themi, ose një trashëgimi shpirtërore shumë e madhe që lidhet me natyrën. Ekokultura, Ekokultura, ose... Cilën, një term të cilën ti e ki, si me thonë, e ki edhe pjesë të punimeve tua. Tash, kjo... Nga i studimi që e kam bërë për ekokulturën bazohet kryesisht në këtë trashëgimin kulturore që lidhet me kulturën tradicionale. Mirë po, ekokulturë është edhe kultura moderne, ose bashkohore, ose sjelljet, ose dijet, ose këto mënyra jetesës e tjera edhe në modernitet, ose edhe në aktualitet e tjera. Edhe kjo është ekokulturë. Por me atë kam dashur me tregu se edhe ne në kulturën tonë shqiptare kemi një etik mjedisore. Një etik e bazuar në vlera tradicionale, që mendoj që nuk është studiuar më herët, ose nuk është njoft më herët, ose nuk kemi reflektuar rreth këtyre gjërave më herët. Mirë po, e kam pas shumë atë fat, ose e kam pas atë kënaqësi personale që jam përcaktuar që shmon për këtë farë fushe, që në literaturën antropologjike është e njohur si etnoekologji. Etnoekologji. Do thotë çdo popull, çdo traditë ose çdo kulturë e ka një farë sistemi të normave, të vlerave, të moralit, dijeve, të besimeve, ritualeve tjera që lidhet me natyrën. Edhe duke njohur kulturën tonë, duke qenë vetë kështu pjesëtar që shmani kësaj kulture, dhe edhe ndoshta edhe ajo përvoja ime jetësore në fshate, në një vend malor, do thotë ku ato besimet e mitet e legjendat e më kanë përcjell prej fëmërisë, kultet e ndryshme, tabut e ndryshme, ritualit e ndryshme, tjera më kanë përcjell prej fëminisë. Atëherë jam përcaktuar për me njoft më mirë, me thellu studimin, dijen më mirë, dhe kam pasur vërtet kemi elemente kulturore të cilat kanë edhe funksion ekologjik. Njëra prej tyre themi është ajo që ne i quajmë ose i themi ahti, edhe që ka të bëjë me një farë frikje nga ndëshkimi, qofse e bën ndonjë padrejtësi, ushtron ndonjë dhunë, ose e bën ndonjë shkatrim, ose ndonjë prishje domon të qerdhëve, themi, të zogjve, ose të vezëve, të kafshëve të ndryshme, ose të vegjëlve të savulindur, ose madje edhe të lisave, dronjve, pemëve, për shembull pemëve frutnore, ose pemëve për shembull në lulëzimin e tyre, ose në kohën e pjekjes së frutave tyre. Këto janë disa tabu që e kanë ndaluar prerjen e tyre ose dëmtimin e tyre. Edhe nëse ti nuk e ke përfill këtë normë, themi morale ose zakonore, ose këtë farë besimi kështu popullor, atëherë po që se të ka ndodhur ndonjë e keqe, ndonjë taksirat, që thot populli,
automatikisht është lidh me atë veprim që ke bë. Edhe ky besim kësaj, ky ka shërby si një farë mekanizmi mbrojtës për mjedisin edhe për ekosistemin. Po kam qefë edhe pak me najtë të ky hulumtimi juaj shumë interesant. Se po besoj ka shumë kësi... Po ka shembuj, ka rrëfime në teren plot për plot. Thonë që për shembull për lisat mëdha, lisat vjetër, që janë shumë shekullor, e që ata lisat vjetër, ata janë pjesë e ekosistemit. Tash ishte një lajm, qarkullante një ditë një lajm se si një grua në... Po nuk ka leju me ndërtu autostradën sepse është dashur me prej lisin, s'ka lejuar. Edhe me shumë vende dhe kur e pash lajmin fillimisht mendova që është në Kosovë, thash zot shoqër që pas ka dal dikush. Që pas ka dikush që po mendoj ka kështu. Mirë po, sidoqoftë mirë është që kudoqoftë që është që mendon dikush ashtu. Edhe të ne, do thotë ka lisa shekullor, cilët janë bë shekullor, edhe ruhen ende për shkak të besimi më shumë se sa për shkak të asaj tabelet që vendos shteti. Sepse ky besim thotë që po që se e prej një deg ti, ka me prit se çka ka me ndodhë, një keq që ka me ndodhë. Po kështu me rajone si ka ndryshu, tash unë përderisa po flet ti po kthejna në kujtesën time se kështu si fëmijë, unë jam nepi Dugaxhinit, rrafshi Dugaxhinit, edhe përderisa na si fëmijë tu vrapu, kemi kput ndaj deg të bëjlia, që thonë atje çëshia të mëdha. Gjithë kështu na ka marrë një brind prej gjyshit, edhe ka thonë, ç'a po të bëm, pse pe prek gjethën. Po thonë, që kur kthena mrapa në kohë, pse pe prek. Po realisht si fëmijë bën njëri kësi gjana. Sa ka ndryshuar kështu pe rajoneve edhe këto gjetjet? Me tregu drejtën, këto lloj besimesh janë të shtrira sa kom vrejt, sepse kom pas rast, kam vizituar kështu, kam bë terren shumë. Prej themi podjeves, fshatrave të podjeves, e deri te fshatrat e Opojës, te Dugaxhinit, edhe në gjitha anët e Kosovës kam gjetë kësi lisa të mëdha shekullor, për të cilët ekziston ky kult ose ky met ose ky lloj besimi që nuk ban me prej, nuk ban me thyje, nuk ban madje edhe një deg vetëm me ja prej, edhe nëse ajo deg e pengon rrugën ose ose atë qarkullimin. Do thotë ky lloj besimi është i shtrirë në gjitha anët. Mase e nisëm me diversitetin, duhet me përmend se ekziston tash një farë diversiteti në këtë lloj besimi ose në këtë lloj mendimi, në këtë mënyrë të menduarit të popullata, sepse këtë kryesisht e ka ose kjo shprehet më shumë te të vjetrit e më pak të trinjt. Të trinjt e sotit nuk e kanë transmetuar këtë lloj kulture ose këtë lloj themi di ose këto lloj normash, këtë lloj etike. Do thotë nuk është transmetuar sa duhet. Ani pse nuk ban me përjashtu as rinin nga ky domen, por sidoqoftë ky transmetim i kësaj trashëgimie kulturore që lidhet me natyrën nuk është transmetuar sa duhet te gjeneratat e reja. Nashta nuk kanë edhe faj për shkak se këta trinjt e sotit janë ballafaqur me sfida tjera, me rrethana tjera, me teknologji, janë lidh përstepërmi me teknologji, edhe kanë kriju një farë shkputje me atë, por ka ndryshuar edhe mënyra e jetesës, duhet ta kuptojmë se edhe mënyra e jetesës ka ndryshuar shumë, edhe një farë mënyre tash u bë gati se e pamundshme. Kam pas rast, ndoshta po e zgjas. Jo, kam pas rast që kam marrë pjesë në për kësi ekspedita të bjeshkatarve, edhe e mbajnë men shumë mirë një rast kur kalune për një pjesë, një pyll që e kishin prej. Sigurisht prerje ilegale. Edhe disa tri që heqin, andaj i ndigjova të i thonë që i kanë prej pëmt. Tash lisat nuk janë pëmë. Po trit nuk i njohin as llojet e lisave, llojet e drojmeve, kështu
nuk e din atë cilla dorë, cilla mull, cilla është plep. E përdorin këtë konceptin e përgjithshëm PAM që nuk i përshtatet fakt. Zakonisht kur të përdorim ne në territorin e Shqipërisë, ose ja hupim pak fije, na bëni do PAM. Do të thotë një dije tradicionale ose një dije e trashëguar ka ngecë dikun. Domethënë nuk është transmetuar, edhe rrjedhimisht trinjtë e sotit nuk i njohin llojet e drënjve, nuk i njohin shumë as llojet e bimëve, ose llojet e luleve ose llojet e bimëve ndryshme si medicinale që i kanë përdorur në kulturën në atë medicinën tradicionale, sepse nuk është transmetuar, sepse ka ndryshuar krejt mënyra e jetesës edhe. Profesor, du më të pyet që tu si në pyetje, duke qenë se si më thon jam para një e dur edhe sociolog. Po du më jam mush vetet që të pyetje. Na e kemi pas kështu një periudhë diku 10 vjeçare, 90-tave kur kemi kaluar në një sistem komplet tjetër të mbijetesës, siç më thon. Kështu sistem paralel duke tu mshel vrima për çdo ditë kështu. Edhe a ka pas efekt ajo kur, si më thon, gjitha këto gjana për cilat ti ndoshta në ku e ke nda kohën me kujdes për këtu, kanë rënë poshtë për shkak të mbijetesës. Do të thonë, a ka mujt me e lut një rol një dekadë, sepse një dekadë është e gjatë kur të sheh kështu në retrospektiv që bin disa prioritete për thjesht për ekzistencë. Po tash ne jemi të prirur me i fajsu ato vitet e 90-ta dhe për shumë çka, për shembull për gjendjen arsim edhe për kutadione për migrimet e për shumë çka tjetër. Kanë u fakturojmë çfarë atë fajin ose ato themi ndërshtimet e ndryshme ose universal, po se fajtor kujdestar. Por megjithatë ndoshta edhe ato rrethona të reja të papritshme që domethënë ose dramatikisht kështu të ndryshme, ndoshta edhe kanë imponuar edhe një kështu disa veprime, për shembull prerja e pyjeve, di që në atë kohë është bërë më të madhe, sepse s'ka pas kontroll kështu të mjaftueshëm me shtetit mbi pyjet, edhe janë prej shumë, edhe për shkak se popullata domethënë mbi 100.000 punëtorë shqiptarë që kanë qenë të larguar prej punëve dhe është dashur diçysh me mbijetue. Kështu që kanë gjetë kësi forma tjera, mënyra alternativa për me mbijetue. Kështu që ndoshta në atë aspekt do të thotë janë bën disa veprime të cilat nuk kanë shkuar përputhje me atë themi me atë kulturën tradicionale ose me atë dijen tradicionale ose normat etike tradicionale. Por megjithatë këto norma, këto janë, kisha me thonë shekullore ose nashta edhe mija vjeçare ose janë kështu norma që e kanë përcjell njeriu prej na për mileniume, kisha me thonë, se jo vetëm në për shekuj. Tash në kohën tonë kemi ardhur në një kështu jemi para një transformimi shumë të madh. Kështu që paka shumë është e pritshme edhe të transformohet edhe kjo mënyrë e të menduarit, do të thotë nuk. Po kur të kthehemi tash këtu në vitet të cilat po jetojmë, çka na ndodhi, si më thon, ku e hupëm rrugën atë mjet, se si më tu ditë domethënë se po thonë që edhe shpesh na e shtyjmë aty që natyrën po e shfrytëzojmë për të mira. Po ka raste kur nuk po shfrytëzohet për të mira për besat, si më thon me hedh gomat e automjeteve, të kamionave midis një lumi, nuk e di ku është e mira aty, edhe ati që i ka hedh çka ka bu. Domethënë, çka ndodhi, si më thon, që u humb kjo lidhje shpirtërore me natyrën. Për një moment u venit. Po, kështu është një studius që merret me këtë fush, një Erik Navej që kom pas fatin edhe ta kemi edhe mentor të tezës sime të doktoratës. Ai e përshkruan, domethënë i shpjegon një farë 3 ekuilibra, thotë, është ai ekuilibri personal. Çdo njeri duhet me rujt një ekuilibër të brendshëm për me funksionu mirë, për me jetu, për me qenë kështu i organizuar, me stabil një jetë, duhet një farë ekuilibri personal me pas. Ekuilibër shpirtëror, ekuilibër të shpirtit me trupin e tjera tjera. E masanej është ai ekuilibri social. Do të në shoqëri duhet me pas një ekuilibër, duhet me pas një stabilitet, duhet me pas një farë rahatije, një farë mirëqenie, një farë
si konsensusi vleror që respektohet, edhe që shoqëria nuk është e polarizuar, e ndarë, e përçare. Edhe masanej është ekuilibri tjetër, i treti, ekuilibri me natyrën. Ne duhet me pas do të thotë kujdes me kriju një farë ekuilibri me natyrën, e mos me qenë agresiv ndaj saj, mos me qenë dhunshëm ndaj saj, mos me prish atë ekuilibër, sepse ajo na hakmerret dhe ajo na kushton neve. Domethënë është sikur kur e pren atë degën mbi të cilën shndron vet. Janë vërshimet, si më thon vitet e fundit është mesazhi më i mirë. Po, e tash pse po sillemi kështu ndaj natyrës, pse kemi humb këtë ekuilibrin, sepse ne kemi humb ekuilibrat e parë fillimisht, edhe ekuilibrin e brendshëm personal, do thotë ne jemi të stresuar, ne jemi të shtrënguar, gjithmonë jemi vazhdimisht jemi të sfiduar, po prej ndryshimeve, prej çmana të shpejtësisë së ndryshimeve që janë ka ndodhin, edhe cilat ose nuk po i njohim, edhe që është edhe natyrshme, edhe që nuk i njohim se çka na pret e nesërmja, çka është ka ndodhur, nuk jemi në gjendje ta përcjellim, themi, ritmin teknologjik të sotit, edhe ekonomik, edhe pasiguritë mëdha që me cilat ballafaqohemi, edhe kemi humb edhe atë ekuilibrin e brendshëm. Në anën tjetër, edhe ekuilibrin social, po ashtu, në shoqëri kemi kaluar për një tranzicion që i përmendëm para ato vitet e 90-ta më herët, e masanej luftën, e masanej pas luftën e tjera, kemi kaluar për ndryshime shumë dramatike, cilat për fat keq disa dhe kanë pasur tragjedi shumë të mëdha, vujtje, do të thotë ka vazhduar masanej ky pluralizmi politik me plot kësi rivalitete, me plot tensione, me plot kësi anonimizitete, falni se shqiptova mirë. Do thotë edhe kjo masandej ky lloj konflikti social shkon dëm të natyrës. Do thotë atë barën çmano se atë pasojat i ndin natyrisht shoqëria e njeriu po se po, por edhe natyra. Sepse ndaj kur s'ka institucione për shembull që mbajnë në kontroll sjelljet ose që i stabilizojnë në farë mënyrë jetesën ose mirëqenien e njerëzve, atëherë këto veprimet e paligjshme, jo institucionale, jashtë kontrollit shoqërisë e tjera, atëherë bin mbi natyrën. Prehen pyjet, ndoten lëmenjt, ndoten pejsazhet, ndotet ajri, ndoten rrezikohen këto gjallëresat ose speciet, domethënë kemi ndotje urbane plot. Ndotje urbane, gjithçka. Po. Ndotje akustike, përsa që e përmendim shumë pak. Ndotje akustike, po ashtu. Cila na jep efekt për të masë, sidomos neve në Prishtinë. Absolutisht. Mirë, po i përmend edhe ligjet dhe institucionet edhe na, si më thoni, mi të prirur, besa edhe çdo më kon të prirur, si më thon me lyp një kontroll më të mëdhaj pe tyne. Po a mundet me orë, si më thon, kështu edhe një ndryshimi që na vjen prej qësaj, prej kulturës, me mujt me e kthy. Sa e fuqishme është kjo nëse kthejmë tash na për shembull me punu me fëmijët në edukim, sistem të edukimit. Se unë bëj shpesh hajgare, shumë aksione me kështu me hajgare hidhur në kjo, aksione me shkolla i qesin zoncat me pastru. I thama, a mundemi mësu mos me gjujt në zonca. Te pastrojmë natë mëdhajt, ata vetëm mos gjujnë. Kështu sa mundet me u kthy kjo prej bazës, po them, pe familjes e pe shkollës tek me ndërtu një gjenerat pak më ndryshe. Në çet raport. Kështu kjo edukimi, informimi, vetëdijsimi, sensibilizimi, mobilizimi, gjitha këto aspekte që më janë absolutisht të rëndësishme edhe janë absolutisht urgjente, kisha me thënë. Tash ne ka njëherë përqendrojmë edukimin vetëm në informat ose vetëm dije. Nuk është e mjaftueshme, duhet edhe në emocion. Duhet edhe në emocion. Thotë ne duhet ta zhvillojmë emocionin ndaj natyrës. Okay. E këto edhe përmes shkollës mujna mi bë.
edhe përmes aktiviteteve shkollore, edhe përmes mediave, edhe përmes kësi OJQ-ve, ku ta dione kësi formave tjera të veprimtarive, të aktiviteteve, duhet edhe emocionin ndaj natyrës, ndaj mjedisit, se nuk mjafton vetëm dija, nuk mjafton vetëm me ditë se ndotja është e dëmshme. Po jo, na duhet me ditë që ndotja është e dëmshme, jo vetëm për neve si njerëz, po është e dëmshme për gjallësat, për biodiversitetin, për speciet, pa të cilat ne nuk mund të jetojmë. Na jemi të lidhun, jemi të ndërlidhun, jemi të ndërvarur me speciet, edhe me natyrën në përgjithësi. Ne duhet me kriju një farë emocioni, që të kemi një farë dëmshurie për ato, në mënyrë që përmes atij emocioni masanej ta krijojmë edhe atë etikën, ndjenjen e turpit, ndjenjen e marrës, edhe kur krenohemi me origjinën e me lashtësinë, me këtë dione, me vlera tjera cilat i kemi, e mirë që i kemi, por njëkohësisht duhet të turprohemi me higjienën publike, me gjendjen e mjedisit, gjendjen e vendit, e gjeografisë tonë në cilën jetojmë. Ajo është e bukur kështu si gjeografi, si natyrë, si peisazh, edhe të lumtna që e kemi, por është e tërshme çka i kemi bë, edhe çka po i bëjmë. Kështu që ne duhet edhe ndjenjen e turpit ta mësojmë në shkollë, edhe ndjenjen e asaj që quhet gjunah, ose mëkat, ose keqardhje, ose ati gabimit, kështu fajet që e bëjmë, edhe ato duhet ta mësojmë. E jo vetëm informatin ose dijen. Me ngjall atë farë aktin e lisit. Me ngjall, domthon në farë mënyrë atë sakralitetin, sepse në fakt është trend kjo, themi trend kështu i këtyne qarqeve që merren me studimet e raportit njeriu natyrën, do thotë ky sakraliteti i tokës ka ekzistu, ajo është pjesë e kulturës tonë, është edhe kulturave të popujve tjerë, jo vetëm tonës, por sakraliteti i tokës, sakraliteti i drurit, i ujit, do të thotë i natyrës, i diellit, e tjera, këto kanë ekzistu, këto tash religionet aktuale, zyrtare, këto mund me quajtur paganizëm e këta diun I paketojnë gjësysh, i paketojnë për me luftue, por këto janë trashëgimi kulturore që janë kriju me miljenume, si thash më herët, edhe që janë ende dhe që kanë një farë funksioni. Dhe duke e pas atë ndjenjen e respektit, atë ndjenjen, tash hajde, nuk është kjo sakraliteti, nuk do të thotë që është ndaj farë besimi, që por është me shumë. Po me kriju ndaj farë rituali për shkak. Po është thjesht respekt. Është respekt edhe e meriton respektin, sepse ajo që thash, ndërlidhja mes specieve, që e përfshi edhe njeriu, çajo është jeta. Nuk mund njeriu nuk jeton vetëm. Edhe s'bën edhe s'mundet me jetu. Po s'mundet me jetu, por edhe do të ishte e tresht, do të ishte jetesa vetëm. Për në fakt është edhe pamundshme, po edhe eventualisht, me mundshme do të ishte trishtueshme. Kur të menon për si momente kështu më një herë, edhe të frikson në farë forme. Po e kemi pas, si më thon, kohëve të fundit, megjithatë, si më thon, hajde po them 10 vitet e fundit, është zhvilluar një zonë i mbrojtjes së natyrës. E kemi rastin e organizatave qeveritare, të cilat ekos e pishtarët e të tjerë që kanë reaguar për hidrocentralet në pashtë nacionale, si në Sharr, ashtu edhe në Gryk të Deçanit. Kemi pas edhe kur është ngrit zoni edhe për ndërtimet pale, edhe për prerjen e lumejve, e ndrojnjve, më pas edhe për ndotjen e lumejve. Megjithatë, po ngritet një farë forme, është zhvillu. Po, mendoj që nështë i ekuilibrit që thash më herë, nështë ende është larg për me u kriju, por ka tendencë, ka përpjekje, ka grupe, ka individ, ka organizata, e tjera, ka, do të thotë, ka dhe format ndryshme, domethënë që mundohen me rikthye çatë harmoninë me natyrën ose çatë ekuilibrin ose me rivendos gjendjen një gjendje pace dhe një gjendje
të mirëqenie që shmon me natyrën. Ka, absolutisht që ka, do të ketë me siguri, shpresoj që edhe do të forcohen këto veprime, këto lëvizje, këto angazhime. Tash një prej atyre, ka shumë, por një prej atyre aktiviteteve të shpeshta që është ka ndodhur në Kosovë janë këto ekspeditjat e beshkatarëve, ecja nëpër male, hikingu që quhet, edhe që ka hyrë në mod mas luftës, domethënë tash nuk e di sakt cilat vite ka fillu, por dikon që ato vitet e para pas luftës, sepse ato bash ato 3-4 vitet e para ka pas edhe mina, ka pas s'ka pas siguri shumë me hec, por domethënë ajo tash është bën një lloj kulture. Ajo është bën një pak a shumë si një stil i jetesës i një popullate goxha të gjerë, domethënë sidomos i trinjve, edhe ata janë dashamirës natyrës, ata e duan natyrën, edhe kjo është mirë. Kjo është mirë sepse ata janë miqt, në farë mënyrë, miqt e natyrës. Edhe veprimet e tyre me sjelljet e tyre janë të kujdesshëm, do të nuk marrin atë bërllogun, e marrin me veti në për çanta, nuk e lën atje. Por në anën tjetër ne shohim edhe plot e përplot kësi ndotje edhe në për malet në alta nganjëherë. Kemi pa shishe plastike, se shishe të xhamit, këta diun plastikat tjera. Por unë mendoj që nuk janë ato prej këtyre beshkatarëve, janë prej atyre që dalin bojnë vikende ose piknike dhe nuk kujdesen sa duhet. Domethënë e bojnë themi atë shefin e vet, por masanej damin e tjetrit. Po, kjo ndodh fatkeqësisht, si më thonë, edhe jo larg kështu synit, edhe të institucione, po larg synit njerëzve të përditshëm, po marr shembull për shembull dy liçene që i ka afër Prishtina, edhe Batlllavës e Badovcit, mjafton me shku, si më thonë, një vikend edhe shetu ndoça, se e lojnë metorinat, e lojnë gjithë këto. Kështu para disa dite kam pas ishte një tash unë kam shërbyer një mision diplomatik këto 4 vitet e fundit, edhe nuk është, domethënë s'ka asnjë muaj ditë që kemi pas një farë tubimi goxha të rëndësishëm, ku ka pas shumë mysafirë të nivelit shumë të lartë. Edhe njëri prej tyre, një francez më tha, unë kam qenë në Kosovë para para një 2 javë dite, tha, është e bukur Kosova shumë, tha, po ta tham, tha diçka në mënyrë direkte. Pa e hjek bërllogun, mos pritni turizëm. Mos pritni që keni me pas turizëm, pa hjek bërllogun. Ne kur e shohim bërllogun në për fusha, në për male, trishtohemi. Edhe ne mes vesti e komentojmë. Nashta juve nuk ja themi, po ta them në mënyrë direkte. Dhe thotë ne definitivisht duhet me kuptue një send, duhet me një kuptue, sikur shtëpinë tonë, sikur dhomën tonë që e pastrojmë, ashtu duhet ta pastrojmë vendin tonë, atë gjeografi cilën e kemi në sovranitet, ose që na takon si shtet. Këtë oborrin tonë të madh. Oborrin tonë të madh, që është shtëpia jonë e madhe. Domethënë ato duhet ta pastrojmë një herë mirë. Cilat janë format, a do të shkon kjo kështu gradualisht, ngadalë, ma shumë të ndodhë se sa të pastrue, apo definitivisht do të vendosëm një ditë edhe të pastrojmë një herë mirë që thojnë, edhe mos lejojmë më kur të ndodhet kësaj e të turprohemi, sepse kjo është turp. Duhet ta pranojmë se kjo është një turp i yni. Mirë, profesor, dal tash te kjo pjesa tjetër e jotja e artit, domethënë ki pas në ekspozit emrin artefakti, edhe aty ka shumë si më thonë, ka sana që neve na kalojnë para syve për çdo ditë na kanë kalu, artefakte, objekte të zakonshme që familjarë që janë shndruar në instalacione arti. Shkurt, si më thonë, më na kallëzu pak për artefaktin, për këtë edhe lidhjen tonë me artin. Faleminderit. Kështu kjo lidhja me artin është goxha hershme. Mund të them se dikon në vitet kështu në shkollë, gjatë shkollimit fillor janë shfaq ato kur natyra u bën mirë, po natyra ka qenë mirë, edhe pejzazhet gjithmonë i kam dashur shumë. Edhe do thotë masanej në shkollimin e mesëm, sidomos në kohën e studimeve, unë kam studiuar filozofi e sociologji atëherë, por paralelisht punojsha piktura, vizatime, skulptura, besoj.
Mas luftës, duke qenë i angazhuar në për kështu projekte ndryshme përveç punës të rregull që e kisha, thjesht s'm dilte kohë për vizatime, për piktura, po e praktikojsha fotografin shumë. Edhe fotografoisha kudo që shkojsha në për terene, edhe si rezultati kësaj ka dalë një katalog art terren që quhet, jo mundu atë punën hulumtuese në terren me lidh me artin. Thot kur bën fotografi që i përdor për ilustrimin, për artikullin, për punimin, për librin, doktoratën, çka do qoftë, në këtë rast për doktorat kam punu, jam kujdes që fotografit t'jenë edhe artistike. Dhe thotë jo vetëm t'jetë një ilustrim dokumentive, po dokumentues, po t'jetë edhe artistike. Prandaj e kom kriju këtë konceptin art terren, domthon edhe art edhe terren. Gjatë kohës së pandemisë, kur u mbyllëm në karantinë, unë duke qenë një farë pasionanti i vjetërsisë, i antikiteteve, i artefakteve, jam kujdes që gjitha ato veglat e pjesë të veglave, këta në end vjetra, gjëra tjera të vjetra që kanë bijetu prej luftës, nuk janë djeg, nuk janë shkatru, me i sjell me veti këtu në qytet në Prishtinë dhe me i rujt si dokumente, si artefakte, si një farë dokumentimit historisë familjare. Një farë dëshmie. Po, një farë muzealizimi, sepse kom një hapësirë të shtëpisë, kom bë pak si muze, kështu. Edhe duke dashtash me i digitalizu, me i fotografu, për me i rujtë në formatin digital, atëre kom pas që duke i ofru njënën me tjetrën, duke i kombinu se cilën kështu individualisht ishte punë e madhe me i fotografu, por duke i kombinu, e kom vrej që disa prej atyre objekteve mas kom i ditë sa vjetë po takohen, po bashkohen. Edhe më ka lindi fare emocioni ato. Kur i kom bë kombinimet e ndryshme, pozicionimet e ndryshme, më kanë dhënë figura ose koncepte që kanë mesazhe. Edhe masane kom zhvillu këtë idenë e dhënies të mesazheve përmes artefakteve familjare. Do thonë edhe ka dalë një katalog, kanë dalë në fakt dikon rreth muj me thonë që rreth 150 punime. Ndoshta me verzione ndryshme janë 200-300, por aty punime bazike që kanë ide, që kanë koncept, janë dikon rreth 150 mendoj. Edhe disa, dikon më duket 59 prej tyre po ta publiku në katalog. Edhe ato punime masanej fillimisht kishin të bënin ma shumë me atë nevojën për me dalë kështu natyrë, për me dalë kështu munish i lirë, sepse ajo ndjenja e karantinës na përkujtonte pak luftën. Masanej ato evoluan, gjithmonë ato idet u zhvilluan edhe masanej u mundojsha me dhanë mesazhe të lloj-llojshme, madje edhe mesazhe politike, edhe mesazhe sociale, edhe mesazhe ekologjike, edhe me karakter kozmik, atë në një farë mënyrë, një farë ideje se kjo planeti ynë, planeti Tokë, është planet i cili meriton një respekt, meriton një dashuri, meriton një emocion. Andaj pa ta bë disa punime që quhen edhe poetika e tokës. Poetika e tokës. Po. Do të ne hanën e kemi pas gjithmonë kësi mot frymëzim, për poete, për piktore, si muzë, po. Mirë po edhe toka tash, masi i kem fotografitë e saj, se në shekullin 19, për shembull, s'ka pas fotografi tokës, po tash fotografia është shumë bukur. Po edhe duken shumë bukur. Është planet i heshëm, i bukur. Definitivisht. Kur kem të mesazhet, përderisa po shkojmë në fund kësaj bisede fort këndshme që kish mujt me vazhdu ende, po me vazhdu po më duket që vetëm po shkojmë të i bërtit vetës, kështu në tërësi po thon vetës, venit tonë. E di që nështë është pak klishe kjo puna e mesazhit, po unë definitivisht po e du një mesazh, si me thonë për të rinj, që kish mujt mu strukturu si mësim i rëndësishëm se ku jemi kona në raport me natyrën edhe ku jemi tash. Faleminderit edhe për këtë pyetje, që ndoshta është prej më të vështirave. Tash natyrën si bazë ekzistenciale kemi pas dhe do ta kemi gjithmonë, absolutisht.
sado që ne mund të tjetërsohemi kështu me teknikën. Sille ka të sillsh. Sille ka të sillsh. Qa ty ki mu kora petë. Kamën tokë kena milshue, kokën tokë kena milshue, tjera. Kështu që natyrën e kemi bazë të ekzistencës, edhe kemi me pas gjithmonë. Sa ma shumë që e respektojmë, ma mirë është për ne. Mesazhi i im, ndoshta do të ishte kë, ta ruajmë natyrën për me ruajt veten. Definitivisht. Çdo sa që e bëjmë natyrës ja kthejmë vetës. Absolutisht. Ajo mund më kon e menihashme ose ditore ose javore, mujore ose ku më di çfarë periudhë, po definitivisht kam u kthy përsëri ka Absolutisht. Profesor, faleminderit shumë për këtë bisedë. Edhe po shpresoj që shihemi edhe folim përsëri, po të e po që nështë ta kemi hes pak ma mirë në këtë këto që ka folëm edhe çka e ngritëm si problematik. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, ju dëshiroj shumë suksesin punën ju falenderoj shumë për këtë edicion, domethënë që e bëni, për këto kontribute që i bëni në fushën e mjedisit, e ju dëshiroj punë të mbarë vazhdimsi. Faleminderit shumë. Mirë, kjo ke biseda e 4 për Green Talks, edhe une prej kësaj bisede po dal me aktin kry. Qatë farë aktin me mujtë me këthyt e na, që mos me këput asni gjithë, mos me gjujt asni bërlage, mos me bukur gjo, kesh me qenë shumë ma e mirë. Faleminderit shumë që ishit me neve në këto biseda të cilat kanë trajtu atë që na rrethon për çdo ditë e për cilën përbes nuk është që po kujdemi si me qatë sa duhet. Me të mira.